Përshëndetje miq, sot është një video në lidhje me 10 mënyra se si ju të lidheni me trupin tuaj. Ajo që me të vërtet është për të gjithë ju, është koha të lidheni dhe të filloni të zgjidhni të doni veten tuaj. Që të arrini të lidheni me dashurinë e vetes tuaj, ju duhet kuptoni dhe të bëni pyetje vetes, a jeni duke e dëgjuar trupin tuaj? Pse është kjo video? Në këtë kohë të një afati kohor, është një energji e shpejtë, ku sidomos gjeneraca ime e ndjejnë më shumë dhimbjen e kësaj energjie të shpejtë në trupin tonë. Në qoftë se ne nuk do të fillojmë të kujdesemi për trupin nga tani edhe në vazhdim, jo vetëm që një pjesë mund të kenë probleme, pasoja, pra nga shkaktar të ndryshëm gjatë gjithë eksperiencës së jetës, dhe sot mund të ndjehen me sëmundje të ndryshme, ashtu sikurse probleme në marrëdhënie të ndryshme të tjera, është që të kuptoni për sa kohë ne nuk do të dëgjojmë trupin ton, këto janë probleme që do të sjellin në shëndetin ton. Mësoni që këto 10 mënyra të lidhjes me trupin, që do të thotë kur flas për trupin ton, është shpirti, sepse ne e kemi shpirtin. Pra jo vetëm qenie njerëzore, duke vepruar vetëm me 5 shisat, shikim, dëgjim, nuhatje, shijim dhe prekje, në fakt e njihni këtë jetë, edhe e njihni se si e keni kaluar, që të gjithë kalojmë sfida, dhe sidomos gjeneraca ime, në nivel të ulët të ndërgjegjësimit, ne pa e ditur kemi krijuar, pra në çdo aspekt të jetës, në mënyrë viktim, që të gjithë e dini situatat tuaja në çdo lloj marrëdhënie. Në këtë rast, jo vetëm për sëmundje, por edhe në lidhje me marrëdhëniet ne me të tjerët, mënyra se si ne komunikojmë, se si sillemi e të tjerë. Që të gjithë jeni të ftuar që të bëni pyetje vetes, a i keni dëgjuar simptomat në trupin tuaj? Para se të fillojnë simptomat, unë dua t'ju tregoj, a i dini ju se kur e dëgjoni trupin tuaj? Vetëm në atë moment kur trupi nuk jep më, pra e ndjeni që nuk keni fuqi, e ndjeni që diçka nuk shkon me ju. Dhe si e ndjeni, sepse ky trup ju tregon, kërkoni me vrap ndihmë, dhe si ndihmën mjekësore, se e njihni atë, atje besoni që do të çrojni, dhe sigurisht që edhe merrni ato ilaçe, çfarë merrni më shumë ka farmacisë e spitale, se sa bukurinë e ndjekjes, kënaqësisë së trupit tonë. Në fundin ne kemi ardhur në këtë jetë, jemi mishëruar me këtë trup multidimensionar, jo vetëm nga ana mendore, por dhe e shpirti, dhe shpirti është frymëmarrja jonë, është kjo që na mban akoma gjallë. Me këtë frymëvim, me këtë do të shkojmë, por pra ju e njihni ta dëgjoni trupin, por në momentin e fundit, atëre kur do të shkoni për vizita. Ajo që dua të tregoj tani është, o ju do të filloni nga ky moment tani, të filloni nuk ju detyroj unë, ju lutem, ju jeni të lirë, por në qoftë se ju e ndjeni që jeni dhe sigurisht që ndiqni këto video, nuk jeni pa qëllim, pra diçka në trupin tuaj njihet, pra shpirti ka marrë mësimet e veta dhe tani e ndjeni, vetëm nuk dini si të veproni.
sepse jepni përgjigje akoma nga ana mendore, dhe kjo ju bën që të jeni akoma dhe më shumë, që do të thotë, në qoftë se ju nuk kujdeseni për një mbajtjen e trupit tuaj, atëherë çfarë do të ndodhi? Do të kujdeseni dhe do të vini vërdall për sëmundjen tuaj, apo për çdo lloj, në çdo lloj marrëdhënie. Nuk bëhet fjalë vetëm për sëmundje, bëhet fjalë që ky shpirt dhe ka kaluar gjatë gjithë jetës, sidomos për gjeneracën time, sfida, dhe përsëri ne jetojmë, përsëri ne vazhdojmë, pra mendo çfarë fuqie ka kjo zemër. Kjo zemër është astrale, troç është zemra e dashurisë hynore, për të cilën ju mund të rrisni, se është drejta juaj ku besoni dhe ku luteni Zot Univers. Dhe është e vërtet, sepse ne jemi të lidhur, pavarësisht se ne jemi të shkëputur nga shpirti se kemi mbyllur zemrën. Tani, me qëllim që kjo zemër të hapet, me qëllim që ju të realizoni me të vërtet atë që a jeni i smur, a doni një marrëdhënie të mrekullueshme, a doni të krijoni, a doni të arrini ëndrat tuaj, dëshirat tuaja, atë çfarë ju keni krijuar ose do të krijoni, duke filluar nga ky moment tani, sepse kemi hyrë në një epokë të mrekullueshme, kur të gjithë jemi të ftuar të lidhemi me veten tonë, që do të thotë të lidhemi me trupin. Dhe këto mënyra që unë do t'i tregoj është që të gjithë pyeteni veten, a i keni ndjerë trupin tuaj dhe apo i ndjeni trupin tuaj, sepse në këtë moment çdo gjë që ka ndodhur me ju ose jeni duke dëgjuar këtë video, është sepse ju i ndjeni dhe është. A ndjeni në trupin tuaj shpime, si gjilpëra, për shembull në këmbë, në duar, ose sikur zemra ju pulson me ndërprerje. Kjo nuk vazhdon gjithkohon, por pra në trupin tuaj ndjehet, që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë e dini se çfarë ndjeni. Tjetër në lidhje me pra dhimbjen të shpatullave, shpim në shpatullat, ose në lidhje me ankesa në zorët tuaja, ashtu sikurse në mendjen tuaj një ngarkesë që çuditeni çfarë po ndodh me ju, sa mendja po ju eksploron e tjera, ndoshta në lidhje me qafë të ngurtësuar, sikurse edhe lodhje, pra pa fuqi e të tjera. Dhe në këtë rast të kuptoni që këto sinjale, në qoftë se nuk i filloni t'i ndiqni, këto bëhen aq të forta sa do të vinë një moment, dhe ndoshta ka ardhur momenti që trupi juaj, shpirti juaj bërtet. Pse? Sepse duke mos e ditur se si ne të veprojmë me trupin ton, pra me brendësinë ton, me këtë mrekulli, me këto organe, me këtë zemër që punon 24 orë dhe krijon, pra atë që të na regjeneroj trupin ton, pra gjitha organet tona, me qëllim që të funksionojmë normal, është që ku ne nuk i ndjejmë këto. Pse? Sepse ne jemi të zënë vetëm me mendjen. Dhe duke qenë të zënë, pra trurin atot, edhe nëse i ndjen, vazhdojmë. Për shembull mund të jesh në punë, ose je duke parë një show, ose lajme, ose çfarë do lloj filma e të tjera, dhe pse të vjen në moment, e le, sepse faktikisht po merr frym. Por nuk e kuptoni që këto janë pak nga pak, këto që tregon trupi juaj, janë që grumbullohen në brendësi, diçka nuk shkon, krijon gangren të qelizave, sepse është ajo që aty ka dhimbje, aty ka diçka që nuk shkon. Dhe mos ju bëj çudi që kur nuk dëgjoni trupin tuaj, vetëm nga ana duke i dhënë përgjigje me mendjen, është ndërkohë që trupi kërkon kujdes, ne neglizhojmë. Dhe rezultati është që pjesa dërmuese e gjeneracës time, për të cilën ju ndiqni këto video, është që është rezultati. Si ju ndjeni që të gjithë jeni unik, a keni probleme në marrëdhëniet tuaja,
në marrëdhënie romantike, apo me familjar, apo në punë, apo në biznes, apo në sëmundjen tuaj, apo çfarë do lloj, në fundit kjo është jeta, këto dhe atëre. A jeni gati të dëgjoni trupin tuaj me qëllim që të mos vini vërdall për sëmundjen tuaj? E para është që të gjithë ne jemi ftuar që të lidhemi me veten tonë. Pra të gjejmë kohë me veten tonë. Për arsye se është koha juaj, sepse është. Kemi hyrë në një afat kohor ku energjia është jo vetëm e shpejt, po janë dhe frekuencat e larta të dritës dhe të dashurisë pa kushte, ku tregojnë që kanë hyrë në tokën tonë, ku tregojnë që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës. Pyetja është, a jeni gati? Dhe në qoftë se ju jeni gati dhe kërkoni të lidheni me shpirtin tuaj, fillo. E para është, ju do të shikoni veten tuaj si ju jeni në pasqyrë. Fillon nga ky moment tani, shikoje veten në pasqyrë. Pse? Sepse shikon shpirtin, direkt me sytë e tu shikon shpirtin tënd. Ne kemi parë trupin vetëm nga pamja jashme, me kocke, me mish, duke i bërë higjienën e trupit, e dini, dush, zbukurime të tjera. Por a i keni dëgjuar këto sinjale të trupit tuaj ndonjëherë? Sigurisht që i keni dëgjuar dhe si, në momentin e fundit kur ju do të shkoni në spital. Po a i dini që nuk janë vetëm ilaçe, zgjidhje, unë nuk kam gjë me mjekësinë, unë nuk e njoh mjekësinë, unë nuk e njoh mjekësinë, se edhe nuk e njoh dhe në këtë moment. Jam aq e shëndetshme, 62 vjeç dhe 1 muaj mbush precis 62 vjeç, dhe nuk e njoh mjekësinë. Edhe pse jam shtruar 2 herë në spital, 1 herë me aksidentin në këtu ku jetoj, në 2011 dhe qedezimi im, por nuk e dija në atë kohë. Edhe informacioni që është tani që më zgjoi në 2020 në shpirti, pra që u lidha me trupin, u lidha me zemrën, ishte që paska dhe një mënyrë tjetër të jetës dhe është jeta më e bukur. Por edhe në lindjen e djalit, kam qenë jetoja në Shqipëri, edhe atëre unë nuk i merja ato ilaçe, qa ishin, nuk i merja, dhe ishte një bekim, po unë e di pse ka qenë bekim, kam besuar në këtë trup, pavarësisht se kam patur sfida në jetë, për arsye se kisha krijuar një ego, një identitet të fortë, që unë nuk do të lejoj kërkënd, besimi, nuk do të lejoj kërkënd që të me lëndoj, dhe kjo ishte pasoja që unë tregoja të vërtetën, por unë pa e kuptuar lëndoja të tjerët, dhe ndërkohë, duke qenë se ishte niveli ullët, e gjykoja veten, nuk bëra gabim që i fola. Unë tregoja të vërtetën dhe ishte bukuri, por sistemi nuk e pranonte të vërtetën. Më mirë është të dëgjosh tash temet, më mirë është të gënjesh, në atë kohë, se sa tregoje të vërtetën. Për mua kjo ishte një humbje në veten time, sepse masi e tregoja që i tregoja njerëzve të vërtetën, masani e thosha, wow, ndoshta nuk bëra mirë. Pra ishte ajo që përsëri e humba veten, sepse u ju përshtata shoqërisë. Por të jetosh me të vërtetën, të jetosh me shpirtin tuaj, ju nuk shkoni në spitale, ju nuk, se beson dhe ky trup është shërues, është elastik, është me të vërtetë i shëndetshëm. Pse? Sepse ne jemi komplet. Dhe në këtë rast, duke parë veten në pasqyrë, ju shikoni sytë tuaj, a qeshin sytë tuaj, a jetë duke jetuar, ju jeni komplet, ju jeni të mrekullueshëm si ju jeni. Dhe ndërkohë, ju merrni frym pavarësisht se çfarë keni kaluar edhe çfarë shpirti, pra mësimet keni marrë, sepse ne rritemi, ne do shkojmë diku. Prandaj që të gjithë, nga ky moment, filloni, shikoni veten tuaj në pasqyrë dhe fliti vetes, mrekulli se je bukur, je mjaftueshme, ke vlerë, je dashur se ke ardhur dhe e ke dashurinë, je e dëmshur sepse meriton të jetosh në këtë jetë. Ti je që e krijon jetën. Kush të mban ty? Nëse ti je e varur nga të tjerë, ti nuk do jetën, ti nuk do veten tënde, dhe duke mos dashur veten, duke bërë për të tjerat, do të vi një kohë që po ju them, që do të kujdeseni për shëndetin tuaj, por do të jetë shumë vonë se do të jeni të raskapitur pa energji. Prandaj, fillon nga ky moment se ka dhe një mënyrë tjetër
për t'u lidhur me shpirtin tuaj, për të hapur zemrën, sepse është zemra e mbyllur, jo se është komplet, sepse ne marrin frym, por nuk arrin që të tërheqësh atë që dëshiron, atë që ëndërron. Pse? Sepse nuk ju le mendja, është e një anshme, por energjitë veprojnë me njëra tjetrën, dhe nëse energjia është e lënduar, dhe ti je lënduar. Pra nëse ishe veten pasqyrë që ndjehesh e lënduar, do të thotë që je e lënduar. Prandaj fillo, jepi vetes bukuri, se je bukuri, je shpirti mrekullueshëm, fol me optimizëm dhe të rreq optimizëm. Nëse pret që tjetri do ta sjellë lumturinë, gabohesh. Ju nuk mund të ndryshoni të tjerët, ju do të lidheni me veten tuaj, shife veten në pasqyrë, çdo ditë kur lan gojën, kur bën dhe tualeti nga pamja jashtme. Për kë e bën tualetin? Ne e bën që kënaqesh për veten tënde, mrekulli. Je mrekulli, por nëse e bën se do të dukesh mirë për të tjerët, gabon. Kënaqu me shpirtin se e meriton, dhe jeta është e shkurtër për të vuajtur. Shenja e dytë, filloni ndjeni veten. Si do ta ndjejmë veten, sepse ne nuk e ndjejmë, ne jemi të zënë me punën, me jetën, okej që ne do t'i shërbejmë familjes, fëmijëve të tjera, por kujdes dhe për veten tuaj. Sepse këto gjëra, këto ngarkesa, duke e lodhur trupin dhe sidomos ju që jeni të ndjeshëm, vjen një moment që krijohen ato që pra trupi vërtet, shpirti vërtet dhe janë pasoja që keni. Nuk ka të bëjë me moshën, energjia nuk njeh moshën, dhe 90 vjet t'jesh, po t'jetosh me optimizëm, me dashurinë e vetes, jeton me jetën e lumtur, jeton me paqen e brendshme, pavarësisht se çfarë ndodh në planetin tonë, në botën, në tokën mëmë, se jeta është e paparashikueshme. Si do ta ndjejmë? Do ta ndjejmë duke punuar 40 ditë dhe më shumë nëse duhet, duke prekur trupin tuaj nga këmbët, preki këmbët, fillo stomakun, gjoksin, zemrën tuaj, qafën tuaj, krahët tuaj, pra prekini çdo gjë. Që do të thotë që në këtë moment duke i prekur, edhe nëse ju që filloni, pra do filloni që do lidheni me veten tuaj për të ndjerë trupin tuaj, edhe nëse duket e pankëçme, kujdes, këtë e bën mendja, se i thua vetes, po s'po ndjej asgjë. Jo mrekulli, nuk ka të bëjë me atë. Këtë e bën mendja, pra do të rish me të kaluarën ose çfarë do të bësh, se nuk rri. Pra duhet e pakëndshme se je padurueshëm, dhe jemi të padurueshëm. Brenda një momenti ne duhet të bëjmë çdo gjë. Dhe kjo është shpesh rri, çfarë bëra dje, çfarë do bëj sot, çfarë do bëj nesër. Jetoni në momentin tani, jeto me trupin tuaj, sepse mendja juaj është e programuar e tillë që ne rrim të kaluar, se për shembull çfarë ndodhi dje në shtëpi me juve, ose me njerëzit, me çfarë ka ndodhur, ose çfarë kërkoni të arrini, çfarë do të bësh nesër. Jeto, çfarë po bën sot? Ajo që do të bësh sot do të shojë nesër. Pra të mos e humbasi momentin tani me fëmijët, por dhe me veten tuaj. Dhe nëse duket e pakëndshme, të vazhdoni 4 javë po dhe më shumë, dhe kjo është që ju mos e leni, këtë moment mos e lini të kaloj, nëse doni të krijoni shëndet në trupin tuaj dhe në marrëdhëniet tuaja. Ndryshe, do të vi momenti që do të vini vërdall për sëmundjet tuaj dhe ju mbijetoni, por nuk jetoni. Pra mos e lini këtë, filloni, jepini kohë vetes tuaj. E dyta do të bëni skanim, e treta do të bëni e para pasqyra, e dyta të ndjeni trupin tuaj fizik, pra me preke trupin, atë që ndjen, mund mos ndjesh, mund ndjesh pak kënaqësi, vazhdo, por do të vi momenti që do të buzëqeshësh me trupin tuaj, do të buzëqeshësh dhe ta një në shenjën e tretë, skanimi trupit tuaj, imagjinoje veten, mbylli syt, imagjinoje veten, që je duke prekur trupin, këmbët e tua, këto mrekulli që po të mbajnë të ecës, duar që po të bëjnë të veprosh, kjo zemër që po të mban, po t'jep akoma jetë, e tjera, këto organe që vazhdojnë, por duke i dhënë optimizëm, i jep dhe trupit atë qelizat buzëqeshin. Pse duhet ta skanoni trupin vetë? Sepse ne jemi të lidhur me nervin vagus,
pra ky trup kështu është krijuar nga krijesa, me dy energji, energjia maskullore, mendja, që ne komunikojmë, flasim, jemi me një frekuencë më të lartë, por ne jemi dhe të ndjeshëm, se kemi këto organe që ju tregojnë ju, kur nuk ndjeni mirë, që do shkoni me vrap në doktor, pra si që tregova simptomat, që dhe goditje në vesh, se arova kujtova, dhe goditje, ndjeni zhurmë në vesh. Unë nuk flas për zhurmën e sëmundjeve nga mjekësia, ju do të vizitojni, do të bëni, se mund të keni sëmundjet, nuk vinë për njerë, nuk vjen se të doldi tani, është ergjedoj e asaj që keni kaluar gjatë jetës tuaj, por në qoftë se ju e ndjeni që keni ndryshim me veten tuaj dhe kërkoni tani që të ecni, është pra lidhja me trupin, me qëllim që ka dhe një mënyrë tjetër për ta shëruar. Dhe në këtë rast është jemi të lidhur me sistemin nervor vagus, dhe çfarë ndodh kur ju imagjinoni këmbët tuaja, stomakun tuaj, zemrën tuaj, krejt të trup, është ju i dërgoni trurit tuaj, vetë ju i dërgoni trurit tuaj, që ju po kujdeseni për trupin. Pra nuk ju shqetëson mendja. Dhe në këtë, dhe duke bërë këtë skanim, do të përdorni këtë mantër, mbajni shënim, sepse është ajo që ju jeni gati. Unë lëshoj dhe pranoj që heshtja dhe mendja të qetësohen, dhe unë lejoj mençurinë e zemrës time të flas. Pra ju jeni gati. Tjetër, ju do të lidheni me natyrën, shenja e 4. Ju do të lidheni me natyrën për arsye sepse është shëruesi numër 1. Ajo që ne jemi si ndryshojmë stinët, ndryshojmë dhe ne, sepse jemi të lidhur, jetojmë në këtë tokë. Këtu është jeta, që do të thotë, ju do të dilni mundësish vetëm për arsye, ose edhe me njerëz për të cilën ju rezervoni, sepse flisni për shpirtin tuaj, flisni me optimizëm, por me grupe si që kam dëgjuar, se unë kam shëruar veten në natyrë, dhe unë i shoh se dalin dhe me, bile se kam bërë dhe këtë kohë, e kanë bërë dhe shumë, dhe është një mrekulli, që të lidhen njerëzit, por ata përsëri, kur i dëgjoj përsëri flasin për punën e për mtet tash, edhe prap nuk është ajo që shohin natyrën, ata shëtisin sepse janë të detyruar nga vetë kompania, sepse është koha. Ata duan që njerëzit të jenë jo të sëmur, pra me qëllim që të paguajnë sa më pak ato detyrimet e sëmundjeve shëndetësore si punëdhënës. Por më besoni, ata nuk kujdesen për ju, ata kujdesen për përfitimet, prandaj lidhuni me veten tuaj, dhe në këtë rast bëni atë që ecni avash, nga dalsoni dhe ndjej këmbët në tokë, që do të thotë ju ndjeni këmbët në tokë, dhe toka ju të rrequ, por dhe si këmbët të rreqin tokën, dhe toka të rreq, pra ndjeni edhe tokën, energjinë e tokës, pra që do të thotë ajo që je prezent, jeton në prezent, pra ajo që jeton, ku po prek, në gur, a në gjepe, a në bar, apo, pra e ndjen këta, kjo sigurisht një dikush thotë nuk ndje asgjë. Je me mendjen, vetëm kjo është, se mendja rri me të kaluarën, rri me se çfarë do di, pra je me mendje, vini të vëmendshëm. Përsa ko ju rrini me mendjen, pra ju nuk, si që tregova këtë rast, ata flasin për punën dhe nuk janë në gjendje të ndjejnë trupin e tyre. Pra përsëri, kjo ndihmon se çliron, janë lidhur, marrin në fund të fundit marrin ajrin direkt në natyrën e pastër. Pra po përsëri janë të ngarkuar me ndërish dhe nuk ndjejnë trupin e tyre, janë përsëri me probleme, ndërkohë që natyra na çliron nga ana mendore, na çliron dhe nga ana emocionale, energji. Por përsa kohë jeni të zënë me prap duke u marrë për një pjesë merren dhe me thashëteme, duke gjykuar dhe të tjerët e të tjera dhe tash, ose dhe gënjejnë se duan të duken për diçka që ndoshta dhe se kanë bërë, por gjithsesi lidhuni me natyrën se është shërues. Numër 1,
për të lidhur me trupin tuaj. Dhe jim të vëmendshëm, në qoftë se keni arritur me trupin tuaj, çfarë shikoni, sepse çdo gjë që ekziston, si në qiell, si në tokë, janë mesazhet që merr trupi jonë. Tjetër është ajo që kërkoj shenja e 5, ndjeni atë që ndjeni, që do të thotë, çfarëdo lloj që ju të ndjeni, sepse ju po rriteni çdo ditë rritet trupi, ju nuk do të gjykoni, ju nuk do të kritikoni, ju do ta përqafoni atë që ju vjen se ja u sjell trupi juaj. Është në trupin tonë dhe ky është qëllimi, atë që ne na sjell trupi, që na shqetëson. Pra atë që ju shqetëson në momentin tani, pra që jeni lidhur me trupin, ai është problemi juaj, atje ku ju pickon, atje ku ju dhem, atje është blokada juaj, atje është ajo që ka bimbje. Prandaj mos i rezisto, lidhu me veten, çfarëdo lloj që të nxjerri, mos kritiko, mos gjyko, dhe kjo është që ju edhe nëse ndjehet e vështirë, edhe nëse ndjehet pra e pakëndshme, është që ja u sjell trupi juaj. Dhe bekojeni këtë moment të shpirtit tuaj që po ja u sjell këtë, se po ju liron, dhe mos rezisto edhe pse ndihet e shqetësuar, sepse po punon për ty, dhe thuaj vetes mantra, unë e pranoj këtë ndjenjë dhe unë jam gati në momentin tani të liroj këtë shqetësim. Pra duke njohur, duke pranuar pa gjykim, pa kritik, nuk ka rëndësi kush të ka lënduar ose ke lënduar, fal veten se shërohesh, fal të tjerin, kushdo që të jetë, edhe nëse të kanë lënduar se lirohesh, dhe jep mirësi se e bën shpirti, e bën ajo që të sjell, që të mos shqetësohesh, pra mos rezisto, se rezistenca të jep dhimbje, dhe kjo është që kemi pasojat e gjeneratës time që pjesa ndërmuese janë të sëmur, dhe në këtë rast jep dashuri, pra hapet zemra, je bën me dashuri, pavarësisht në fundit është jeta jonë. Ne nuk është se do të lëmë të kaluar, ne do ta sjellim, sepse do ta lidhim tani, e kaluara tani, dhe ajo që do të vi, ajo që bëjmë tani do të na çojë në të ardhmen, dhe kjo është që ne lidhemi me atë çfarë ne ndjejmë, dhe çdo moment që ne ndjejmë, ku ne lidhemi me trupin ton, ne lirojmë energji, pra ne nuk i bllokojmë më, sepse dhimbje që ne kemi patur dhe që kemi kaluar sfida, që të gjithë ka qenë niveli i ulët i ndërgjegjësimit. Tjetër, ju keni arritur, tani bëhet fjalë, shenja 6, kur ju do të lidheni me trupin tuaj, dhe çdo do thotë në këtë moment, vëre dorën e majtë në gjoks, në zemër, se këtu është zemra, vëre dorën e djathtë sipër. Mbylli syt. 1 minutë, qofse ju keni arritur, ju mund ta bëni dhe më gjatë, drejta juaj se sa, po me veten tuaj. Pra në qetësi, ndryshe quhet meditim, pra duke qetësuar mendjen dhe duke u lidhur me trupin tuaj, pra nuk ke pse e lë, edhe atë qofse të sjell mendja diçka që të sjell në momentin, okej, ktheu si re që ikin, edhe qelli aty është, qelli mbushet me re, pa të lëvizin do ikin, edhe ti, okej, të erdhi diçka, të erdhi një mendim, lëre të shkoj, pra ktheu përsëri, pra lëre, okej, bëu e të dishme, por lëre, shkoj, pa gjykim, pa gjë, mos e gjyko vetëm pse të erdhi një mendim e tjera, dhe në këtë rast qëndro, okej, vëre dorën dhe pyet e shpirtin tënd, çfarë kërkon të tregoj? Durim, edhe ajo që do të vi, mund të vi një mendim në kokë, mund të vi fjalë, mund të vi imazh, dhe mbasi të dilni, pra i e vëmendshëm, me një blok, mbaj shënim, çfarë ndjeve, ku e ndjeve, çfarë ishte fjala, çfarë ishte mendimi, çfarë ishte ai imazhi, ajo është që ju me të vërtet i keni lidhje me trupin tuaj, dhe në këtë rast jepi përgjigje duke qenë me zemër të hapur, pra pa kritik, pa gjykim, se shpesh mendja e bën ato, nuk është mirë për je rehat, por nuk është e rehatshme nëse trupi ja u sjell këtë. Tjetër që të gjithë ju i dini tashmë higjienën e trupit, është meditimi. Meditimet janë këtë formave nga më të ndryshme. Në këtë rast, unë vetë personalisht e kam shëruar veten pra në
natyrë, duke vazhduar meditar për çdo ditë çfarë ndodhte me mua, çfarë shikoja, çfarë ndjeja, çfarë vëreja, jepja po ashtu për çfarë ishta gjatë ditës, kush ishte ajo që më bëri mua të kënaqesha, falenderoja, ndërkohë dëgjoja dhe muzikën shpirtërore, muzikën me të vërtetë shpirtërore, janë ka me frekuenca të larta, po ashtu në lidhje me pastrimin tuaj të energjisë, mund të bëni meditim me udhëzues, me veten tuaj të tjera, por t'i bëni, nuk ka, ju lutem, është drejta juaj se sa kohë jepni shpirtit tuaj pra lidhje, por një gjë të jeni, ju duhet të lidheni me veten tuaj dhe ta gjeni kohën, patjetër me veten tuaj. Tjetër e teta është frymëmarrja. Frymëmarrja është e vetëdijshme dhe është me të vërtetë forma më e fuqishme që na lidh direkt me trupin ton, sepse është karburanti i shpirtit. Është ajo që ne marrim frymë dhe jo pa qëllim, nëse bëni meditimet ju thon e le të marrim frymëmarrje. Ka frymëmarrje me të lehtë, 4 numërime merë, 4 e mban, 4 e lëshon duke fryrë barkun. Kujdes në qoftë se keni ngarkesë në lidhje me mendjen, sidomos ju që ndjeni të ngrirë, ju doni të bëni diçka po jeni të ngrirë, atëre një formë e kësaj lidhjes së frymëmarrjes është ju qëndroni siç jam unë drejt, pra siç jam drejt, dhe në këtë rast 4 numërime merr frymë. 4 numërime, duke fryrë barkun, duke fryrë dhe pra frymën barkut dhe gjoksin tuaj. 4, me avash 4 numërime. Ndërkohë ktheje kokën dhe do ta lëshosh 8 numërime, me avash do ta lëshosh derisa nuk ke më frymë, ktheu. Dhe çfarë ktheu, pra një filloj me krahun e majt, pra e more si që e drejt ka të numërime, pastaj shfryje 8 numërime duke kthyer kokën në të majtën, dhe kur të kthesh drejt, do të ndjesh do të ndjesh atë shpirti do merr frymë, pra je lidhur direkt se është një mrekulli, ne jemi, ne jetojmë çdo lloj sfidash që ne kemi kaluar, ky shpirt, kjo frymëmarrje që është dhe ndihmon dhe zemrën, pra se zemra thith dhe vazhdon pompon gjak në trupin tuaj, na aktivizon të gjitha organet e brendshme, ato që ne nuk i shohim me syt tona, dhe këto do të thotë që ju filloni hapni edhe shakrën e fytit dhe për një pjesë mund të ndihet edhe si koll ose si gërriqje. Pra që të gjithë do ta ndjeni se jeni unik. Po kështu do ta vazhdosh, je përpara, do të kthesh në krahun, pra 4 frymëmarrje, 4 numërime, pastaj kthesh pra beko kështu, kthesh gajdiata shfryn 8 herë, 8 numërime dhe kthesh. Pra bëheni disa pra në gjatë ditës, pra sidomos kur ju ndjeni të ngrirë, pra doni të bëni diçka por nuk, pra ndjeni të ngrirë. Gjithsesi frymëmarrja është një mrekulli, keni dhe metodën 4-7-8, e keni po ashtu në videot e mia nëse doni ose kërkoni në YouTube pyetje dhe ja u sjell e tjera. Pra gjithsesi që të gjithë jeni unik sepse na lidh direkt. Tjetër, shenja e 9, merrni seriozisht sinjalet e trupit, që do të thotë ne jemi trup me 2 energji, energjia maskullore, mendja punon me 5 qisat dhe kjo na ka bërë që ne kemi probleme në marrëdhënie, kudo që nuk arrim ëndrat tona apo me sëmundjet tona, sepse punojmë vetëm me shikimin, dëgjimin, nuhatjen, shijimin, prekjen dhe të shkëputur nga ndjenja. Por tani ju jeni duke u lidhur me trupin tuaj dhe në këtë rast ju jeni duke hapur zemrën tuaj dhe zemra hapet kur ju filloni të doni veten tuaj. Sa më shumë ta shihni në pasqyrë, sa më shumë të dilni në natyrë, sa më shumë të lidheni me trupin tuaj, atëherë çfarë ndodh? Ju do të jeni të vëmendshëm tani çfarë shikoni, çfarë dëgjoni, por rritet intuita juaj dhe këto janë si shenjat
Qarë shikoni, dëgjoni, nuasni, shioni, prekni, por dhe çfarë ndjeni në kudo që jeni brenda në shtëpi apo dhe jashtë. Dhe kjo është që trupi juaj duke qenë të vëmendshëm me këto, ju bën, pra i ndjeni trupin tuaj kur kërkon pushim, nëse është i lodhur trupi ju drejton, po kështu në lidhje duke qenë shijimi, ju tregon çfarë ushqimi kërkon ose ju drejton shpirti. Pra kjo është me të vërtetë që ju rimbusheni me mrekullinë e bukurisë së shëndetit të trupit, të mirëqenies së trupit ton, duke ju liruar nga çdo lloj blokade, sepse këto sinkronizime që shihni në çdo, si në tokë, si në qiell, të çdo lloj shenje që ju merri, ju rimbushin ju dhe ju rriteni dhe bëheni të aftë jo vetëm nga mendja, por edhe nga ana shpirtërore. Tjetër e dhjeta, ju do të ushqeni trupin tuaj me të vërtet me ushqim, perime, fruta, të pini lëngje, puna juaj se si çajra e të tjera nuk është të jetë të kushtueshme. Thjesht duke përdorur gjërat me të vërtet të freskëta është një mrekulli për shpirtin ton dhe të dini se sa më shumë të lidheni me trupin tuaj, shpirti juaj e di se çfarë do dhe vjen dhe ajo që ne ha më pak se ajo që ne kemi ngrënë duke futur pasta e sheqera e çdo lloj gjëje që janë ndikon, edhe ato ndikojnë në sëmundjen, sepse jeni të lidhur me mendjen, edhe kjo është që ne tani do të lidhemi me trupin, sepse kjo energji femërore, kjo zemër e pastër, kjo zemër krijuese, e keni Zotin në shpirt, është zemra, është kjo që ne marrim informacion, ka energjinë që na lidhë gjereron, sa e që flim natën fillon ne flim si të vdekur, por kjo zemër ndihmon çdo lloj organi, gjoksin, frymëmarrjen, stomakun, zorrët tona që dilni është ora 5 deri në 7, punon në zorrët tuaj që do dilni direkt në banjo e të tjera, ose dhe do të bllokoheni sepse keni krijuar blokadat, pra janë blokadat në qelizat tuaja që nuk dilni mirë tash, pra kujdes për trupin tuaj. Ndërkohë, me pak fjalë, kujdesuni, që kujdesemi për fëmijët se duhet, se në fundi keni krijuar familje ose për partnerin tuaj, por kujdesuni dhe për veten tuaj. Që të gjithë, pa përjashtim, femra, mashkull, sepse ne i kemi këtë dy energjit, ne jemi të lidhur me trupin. Pra është energjia metafizike, kuantike që ne nuk e shohim, pra trupi jon, shpirti jon, dhe kur flas për trupin, unik, jemi human, pra të dy energjit, edhe mendja, edhe shpirti, zemra, na ndihmojnë ne që të ecim në rrjedhën e jetës, pra me frekuencë të lartë, sepse ne rritemi, ne do të shkojmë diku, por dhe me ndjeshmëri, pra mos i bllokojmë më energjitë që ne kalojmë gjatë gjithë eksperiencës së jetës tonë. Në jetën e parë ishim në rolin viktim, nuk e dinim, tani ka mënyrë. Moshën e njeh trupi fizik, dhe e njeh, dhe Diana është 62 dhe një muaj 62, por energjinë që kam unë tani se kam patur as 20 vjeçe. Pse? Sepse punova me këto që po them, me trupin tim, u lidha me trupin tim, dhe sa më shumë u lidha, unë nuk mund të them që është një proces i lehtë, por është procesi më i bekojeni me të vërtetë. Edhe thuaj e mantrën, unë bekoj kohën hyjnore, sepse ne jemi hyjnor, ne jemi dashuri, ne jemi krijues, ne jemi që ne bëjmë për të tjerët, por tani, të fillojmë të lidhemi me veten tonë, sepse ne kemi bërë në dashuri në nevojë, pra unë kam nevojë për ty dhe një pjesë që flen gjumë, akoma këtë bëjnë dhe nuk e ndjej sepse është në ana njashme me mendjen. Tani do të lidheni me trupin, programo gjatë ditës, frymëmarrje gjatë ditës, jepi kohë vetes, nuk është e thënë që do t'i bëni të gjitha në një ditë. Në qoftë se dëshironi, pse jo, por çdo gjë me higjienën e shpirtit. Pra
frymëmarrje. Tjetër, lidhu me natyrën, shikoni çfarë vëreni, çfarë cicërimin e zogjve, çfarë shipni në qiell, yje gjatë natës, kërceme televizësh në natyrë, sport në natyrë, të ecësh, atë barposa, yoga, apo të shëtisësh shpalas e të tjera, të buzëqeshësh shpalat, të prekësh partnerin tënd kur vjen nga puna apo partnerin tënde, është një mrekulli, nëse kërkon të krijosh marrëdhënie të mirë, filloje ti krijoje e tjera. Pra kujdesuni, po kujdesuni dhe për veten tuaj. Tjetër është kur bëni dush, godite, preke trupin, preke, edhe kur e fërkon me çaj fërkoni e tjera, dhe kur dilni nga dushi, pse është ajo liria, është ujë na shëron, sa më shumë të ndjeni, aq më shumë ju rriteni në veten tuaj. Uji është shërues, uji është informacion, dhe prandaj jemi në afatin kohor të shekullit 21, energjia e ujorit e shpejt, uji edhe nëse ju e dini në për lumej ose bin trunga ose përsëri uji nuk ndalon, uji ecën, kur ja prishin shtratin lumit dhe e bëjnë të drejt, sigurisht ato shirat ose çfarë vin nga malet, shkrije e bora, kur ja ndryshojnë shtratin lumit, çfarë bën? Do të ketë dhe përmbytje. Pse? Sepse jo pa qëllim është gjarë prim, kështu është jeta. Jo pa qëllim dhe zemra është herë me intervale. Pra, jo pa qëllim ndryshojnë stimet, jo pa qëllim në anë, herë e shohim, herë nuk e shohim, çdo gjë ka lidhje. Kjo është ditë, është nata, dhe ne kemi edhe brëndësi, dhe ne flen gjumë, por dhe ne do të veprojmë gjatë ditës, por tani të veprojmë me një trup të shëndetshëm dhe prandaj keni këto. Tjetër është ju do të përdorni poimet e vetë dashurisë, duke i thënë vetës, unë jam e vlefshme, unë jam e mrekullueshme, unë jam energji, unë jam minjose, unë jam e dashur, unë jam e lumtur, unë jam e pasur shpirtërisht, unë jam e pasur gjithçka ka, falendëruese për atë që keni dhe për gjithçka e tjera që keni familje, keni njerëz në fundi që merr frymë dhe jeton, dhe kjo është ju që të gjithë me të vërtet e meritoni të jetoni me bukurinë e jetës, sepse në këtë jetë gjithçka është për mua, për ju. Prandaj bëni më të mirën, dhe mantra e fundit që ta mbyllni është që ju unë jam dashuri, unë jam dëmshuri, unë jam mençuri e brendshme, dhe kjo është natyra ime, dhe kjo është e vërtet, sepse ne jemi dritë, ne jemi dashuri, ne jemi bollok. Lidhuni me këtë mrekulli, lidhuni me shpirtin tuaj, se shpirti juaj ju do më shumë. Kjo është pak a shumë që duke u lidhur me trupin tuaj, nuk ka rëndësi mosha, edhe në jeni të sëmur, dhe çfarë do lloj që të jeni, do di momentin që trupi juaj nuk do t'i pranoj më ilaçet, sepse ato janë me kimikate, okay, që kanë përbërje bimore brenda, por kanë dhe me kimikat për të luftuar pra qëllimin sëmundjen tuaj. Nuk është e nevojshme nëse të shëron zemrën, do të cilli problem në këmbët ose në diabet ose në gjëra të tjera. Prandaj kujdes, ilaçet ju japin në moment, shërimin për momentin, për atë që shkoni, por pasojat i ka tjetër. Prandaj lidhuni me veten tuaj që të arrini në bukurinë, në fuqinë e vetes. Kjo është video për sot. Dhe besoni në plot fuqi hyjnore, dhe thuaj vetes, unë i dorëzohem krijesës dhe jini të vëmendshëm me këto që po ju them, se që të lidhesh me shpirtin tuaj, jeni ju, vetja juaj, këtë do krijesa, këtë do plot fuqia, që të gjithë ne të jemi të lirë, në dashuri, në lumturi me njëri tjetrin, sepse na ka krijuar që të ndihmohemi, të mësojmë dhe të krijojmë për njëri tjetrin. Dhe me mua miropafshim deri në video tjetër. Faleminderit.